Mendoj që lufta në vetvete është toksike dhe toksiciteti i luftës hyn dhe në studio. Dhe nuk është pse, nuk kemi pse, nuk shmanget dot, sado që të përpiqem. Zoti Shala, ndoshta është spekuluar shumë me luftën e tretë botërore. Mendon nga ana gjeopolitike që Rusia dhe Kina japin Izraelit raketa, sisteme mbrojtëse, japin Iranit, se thash, se thuash Irani është i vetëm në këtë betejë me Izraelin dhe me suportin e Shtetit Bashkuar të Amerikës nga mbrapa, apo mund të krijojë një aleancë të tillë që ky konflikt izraelito-iranian të shndërrohet në një kapsoll baruti për një konflikt më të madh të nivelit botëror. Nëse në një konflikt involvon fuqitë kryesore, shtohet gjithmonë rreziku për të kthimin një konflikt botëror. Po. Rusia dhe Kina kanë marrëveshje strategjike sigurie, mbrojtje me Iranin. Kjo nuk do të thotë këto marrëveshje strategjike e kanë përcaktuar në detaje se çfarë merr përsipër njëri, çfarë merr përsipër tjetri. Është pranuar edhe është dhënë edhe nga shërbime tjera, nga shtete tjera që mendohet që në këmbim të kësaj ndihme, sepse që i dha Rusisë dronet, një numër i konsiderueshëm drone që u dhanë kur Rusia ishte në vështirësi, sot Rusia nuk është më në vështirësi për ata dronë që merrte dikur nga Irani, por në fillimisht ishte shumë në vështirësi dhe ata ju gjenden në një situatë shumë të vështirë. Dhe Misha tha me patligjana, tha se marrin patligjana nga Irani. Nuk e di tash me patligjanat si çfarë kanë po Misha çaj që do patligjana nga Irani. Ne po flasim për gjëra, dramatizoj pak situatën se u tensionuar studio. Dhe kanë me siguri bëhet fjalë që i kanë dhënë edhe teknologji. Po patjetër. Kështu është e pranueshme. Tani Rusia dhe Kina angazhohen më shumë se kaq në këtë konflikt, pra ekspozohen kundër Izraelit dhe kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës. Rusia dhe Kina përpiqen deri tashmë janë përpjekur, pavarësisht se janë aleat të Iranit, janë aleat me dokumenta, jo kështu, janë aleat kanë me marrëveshje të nënshkruara. Por ato po përpiqen që të jenë mbi palë tashmë duke bërë thirrje për paqe për tjerë. Por ka dy fakte këtu. Njëherë Kina merr shumë nga naftës, vlerësi kryesor i naftës dhe i gazit nga Irani. Kështu që në këtë mënyrë, sidomos pasaj edhe nëse do arrihet edhe këtu dëmtohet drejt për së drejti, për drejt interesat e Kinës. Dhe blen me yuan, nuk e blen me dollar. Ka shumë rëndësi sepse Irani është antar i BRICS. Ndërsa nga ana tjetër, nëse konflikti zgjerohet dhe apo bllokohet ajo që po flitet shumë ngushtica e Hormuzit, i fituar do dali Rusia, sepse do ketë një rritje katastrofike të çmimeve dhe në këtë mënyrë shtohet më shumë buxheti i luftës për në Ukrainë apo për buxheti i luftës së Rusisë.